Ramush Haradinaj është një nga figurat më me peshë në politikën e Kosovës dhe kontributin që ka dhënë për UÇK-n. Por, përtej fasadës politike, të gjithë janë kurioz të dinë më shumë për jetën private të Ramushit dhe atë që ndodh pas kamerave. Si rrallëherë, bashkëshortja e tij, Anita, ka folur për anën e panjohur të Ramushit dhe momentin që ajo e ka kapur mat. E pyetur se si është Ramushi në shtëpi, Anita tha: "Dua t'ju them që Ramushi nuk prek asnjë punë shtëpie me dorë. Kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu po vijon të jetë. Por nëse ka diçka që gratë i kontrollojnë burrave janë rrjetet sociale dhe nga kjo gjë nuk ka shpëtuar as Anita. Ajo ka skanuar rrjetet sociale të bashkëshortit dhe ka parë që Ramushi ndjek vetëm 2 persona. E para është bashkëshortja e tij dhe e dyta këngëtarja Loredana. E pyetur se si është e mundur që Ramushi ndjek përveç asaj vetëm Loredanën, Anita u përgjigj: "Dua të jem shumë e sinqertë me ju kur t'ju kthej këtë përgjigje. Gocat e bukura si Loredana, kush nuk i ndjek, e kuptoj shumë mirë burrin tim në këtë pjesë dhe dua që të dini që në Instagram mua më ndjek nga halli, ndërsa Loredanën nga qefi." Më pas, bashkëshortja e Ramushit tha se ai e ka takuar disa herë Loredanën e më pas ka sqaruar dhe marrëdhënien e tyre. Ka rastisur që Ramushi të takohet me Loredanën disa herë, por dua të theksoj se familjarët e Loredanës, bashkëshorti im, i ka shumë miq. Ne me Loredanën na lidh edhe diçka interesante. Loredana ka një gocë me emrin Hana dhe goca ime e ka emrin Hana, u shpreh bashkëshortja e ish kryeministrit.